Pasi ceremonia përfundoi dhe festa e dasmës simbolike nisi brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, atmosfera u mbush me muzikë, kërcime dhe batuta mes banorëve. Selin dhe Gimbo u pan duke festuar mes të tjerëve, ndërsa momenti më i shumë pritur i mbrëmjes ishte prerja e tortës së madhe të dasmës. Çifti u afrua pranë tavolinës ku ishte vendosur torta gjigande dhe mes duar trokitive të banorëve e pren atë, duke shënuar simbolikisht kulmin e festës. Por pikërisht në këtë moment situata mori një kthes të papritur. Rogerti, i cili më herët kishte shprehur hapur pa kënaqësinë e tij për këtë ceremoni, nuk u përmbajt as gjatë festës. Ai u afrua zonës ku ishin vendosur dekorimet dhe filloi të shkatëronte zbukurimet me lule që ishin përgatitur për dasmën, duke tensionuar menjëherë atmosferën. Situata u bë edhe më e rëndë kur, në një moment që habiti banorët, Rogerti rrëzoi edhe tortën gjigande të dasmës, duke prishur një nga momentet kryesore të festës. Banorët mbetën të shtangur nga ajo që ndodhi, ndërsa disa prej tyre u përpoqën të qetësonin situatën dhe të rikthenin atmosferën festive. Megjithatë, pavarësisht këtij incidenti, festa në shtëpi vazhdoi, ndërsa ngjarja e krijuar nga Rogerti pritet të sjellë reagime të forta mes banorëve dhe diskutime të shumta edhe jashtë shtëpisë.